zemër sepse bomba do të vinë gado. Unë do doja të ndjekim një pjesë të fjalimit të Trump, ka qenë një fjalim rreth 8 minutash, ne kemi shkëputur rreth 4 minuta sepse gjithçka që ka thënë ka qenë e rëndësishme, kështu që ja vlen ta ndjekim. Time ago, the United States military began major combat. Shtetet e Bashkuara nisën operacione të mëdha luftarake në Iran. Objektivi ynë është të mbrojmë popullin amerikan dhe të eliminojmë kërcënimet nga regjimi iranian, një grup njerëzish të tmerrshëm. Aktivitetet e tyre kërcënuese rrezikojnë direkt trupat tona, bazat tona, përtejdetit dhe aleatët tanë në mbar botën. Për 47 vjetë, regjimi iranian ka brohëritur vdekja e Amerikës dhe ka zhvilluar një fushat të pandërprerë gjakderdhjeje dhe vrasjesh masive që synonin Shtetet e Bashkuara, trupat tona dhe njerëz të pafajshëm në shumë vende. Ka qenë terror masiv dhe nuk do të toleroj më. Nga Libani në Yemen dhe nga Siria në Irak, regjimi ka armatosur, trajnuar dhe financuar milici terroriste që kanë përgjakur tokën. Ishte përfaqësuesi i Iranit, Hamasi, që nisi sulmet monstruoze të 7 tetorit ndaj Izraelit, duke masakruar më shumë se 1000 njerëz të pafajshëm, përfshirë 46 amerikan, dhe duke marrë 12 nga qytetarët tanë peng. Ishte brutale, diçka që bota nuk e kishte parë kurrë më parë. Irani është sponsori numër 1 i terrorit në botë dhe së fundmi ka vrarë 10 mijëra qytetarë të vet në rrugë ndërsa protestonin. Ka qenë gjithmonë politika e Shteteve të Bashkuara, veçanërisht e administratës sime, që ky regjim terrorist të mos ketë kurrë armë bërthamore. Po e them sërish, ata nuk mund të kenë kurrë armë bërthamore. Për këtë arsye, në operacionin Midnight Hammer, qershorin e kaluar, ne shkatruam programin bërthamor të regjimit në Fordow, Natanz dhe Isfahan. Pas atij sulmi, paralajmëruam të mos rifillonin ndjekjen e tyre dashakeqe për armë bërthamore dhe kërkuam vazhdimisht të bënim një marrëveshje. Ne u përpoqëm. Ata donin ta bënin, pastaj nuk donin. Nuk dinin çfarë po ndodhte. Thjesht donin të praktikonin të keqen. Por Irani refuzoi, siç ka bërë për dekada me radhë. Refuzuan çdo mundësi për të hequr dorë nga ambiciet e tyre bërthamore. Në vend të kësaj u përpoqën të rindërtonin programin e tyre bërthamor dhe të vazhdonin zhvillimin e raketave me rreze të gjatë që tani mund të kërcënojnë miq dhe aleatët tanë në Europë. Trupat tona të stacionuara jashtë vendit dhe së shpejti mund të arrijnë territorin amerikan. Për këto arsye, ushtria e Shteteve të Bashkuara po ndërmerr një operacion masiv dhe të vazhdueshëm për të parandaluar që kjo diktaturë shumë e ligë dhe radikale të kërcënojë Amerikën dhe interesat tona të sigurisë kombëtare dhe aleatët tanë. Do t'i shkatrojmë raketat e tyre dhe do ta rrafshojmë industrinë e tyre të raketave. Do të shkatrojmë plotësisht sërish. Do të azgjesojmë flotën e tyre detare. Do të sigurohemi që përfaqësuesit terroristë të rajonit të mos destabilizojnë më rajonin apo botën dhe të mos përdorin më bombat për të plagosur rënd dhe vrarë mijëra e mijëra njerëz, përfshirë shumë amerikanë. Dhe do të sigurohemi që të mos sigurojnë kurrë armë bërthamore. Mesazhi është shumë i thjeshtë. Ata nuk duhet të kenë kurrë armë bërthamore. Antarëve të Gardës Revolucionare Islamike, forcave të armatosura dhe gjithë policisë, u them sonte, duhet të dorëzoni armët dhe do të keni imunitet të plot, ose përndryshe do të përballeni me vdekje të sigurt. Pra, dorëzoni armët, do të trajtoheni drejt me imunitet të plot, ose do të përballeni me vdekje të sigurt. Së fundmi, popullit të madh dhe krenar të Iranit, u them sonte se ora e lirisë suaj është afër. Mos dilni nga shtëpia, është shumë e rrezikshme jashtë. Bombat do të bien kudo. Kur të mbarojmë, merrni në dorë qeverinë tuaj, do të jetë e juaja për ta marrë. Kjo ndoshta do të jetë mundësia juaj e vetme për breza të tëra. Për shumë vite keni kërkuar ndihmën e Amerikës, por nuk e morët kurrë. Asnjë president nuk ishte i gatshëm të bënte atë që unë jam i gatshëm të bëj sonte. Tani keni një president që po ju jep atë që dëshironi. Pra le të shohim si do të përgjigjeni. Amerika ju mbështet me forcë dërmuese dhe fuqi shkatruese. Tani është koha të merrni në dorë fatin tuaj dhe të çlironi të ardhmen e begat dhe të lavdishme që është pranë jush. Tani është koha të merrni në dorë fatin tuaj dhe të çlironi të ardhmen e begat dhe të lavdishme që është pranë jush.
Roselba, në fjalën e tij, presidenti Donald Trump tha se SBA-ja ka nisur një operacion luftarak kundër Iranit, por nga ana tjetër çfarë pritet? A pritet një kundërpërgjigje e Iranit dhe cila është frika më e madhe? Sigurisht që pritet kundërpërgjigje. Irani në fakt ka filluar të kundërpërgjigjet dea pas shumë kohësh, disa muajsh në Izrael kanë filluar të dëgjohen sirenat e alarmit sërish dhe është raportuar se Irani ka lëshuar disa raketa balistike në kundër Izraelit. Izraeli sigurisht është shënjestra parsore e Iranit, ashtu siç ka ndodhur edhe gjatë luftës 12 ditore, kështu që ishte e pritshme. Irani në fakt dea ashtu si Shtetet e Bashkuara ishin përgatitur për këtë luftë, edhe Irani është përgatitur për këtë luftë. Pas